Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazën, Allahu xhaleshanuhu njëkohësisht edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet haditheve të tij na tregon se stresi apo humbja e shpresës për zgjidhje nuk janë cilësitë e besimtarit. Besimtari vazhdimisht duhet të jetë prej atyre që të shpresoj se Allahu xhaleshanuhu I ofron njeriu zgjidhje në të gjitha problemet që I ka, qofshin ato individuale, familjare, apo edhe më gjerë shoqërore e shtetërore. Ajo që është më rëndësi është që besimtari të jetë prej atyre që vazhdimisht të mendoj mirë, duke punu, kuptohet jo vetëm të mendosh mirë edhe të rrish, po duke I përdor sebepet, ndërsa të jetë për atyre që t'i kput shpresat nga Allahu xhaleshanuhu, fjalëbie thotë se Allahu xhaleshanuhu mu nuk më fal. Apo pse unë të shkoj në xhami kur e di se unë jam njeri I keq, edhe kam bërë gabime të mëdha dhe nuk ka shpresë për mua. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: La taqnatu min rahmetillah, mos I ndërpreni, mos I kutni shpresat tuaja nga rahmeti Allahu xhaleshanuhu. Ai që I kut, ai atëherë e ka hidhru Allahu xhaleshanuhu, bile kjo mund vëje deri te ajo që edhe dalin kufër njeriu. Se te I këput shpresat, te I hum shpresat, kjo nuk bëhet, ajo nuk bëhet, kjo nuk bëhet, pra jo me çfarë Zoti s'ka. Me konë që ka atëherë, ja do më thonë do të kishte zgjidhje. Pra shtrohet pyetja tash, si mund njeriu që ta liroj veten nga ajo që mos jetë I robruar nga dështimi, nga humbja e shpresave. Dietarët thonë se ka 2-3 mënyra. Thot mënyra e parë është të furnizohesh me dituri rreth Allahu xhaleshanuhu dhe rreth fuqisë së Allahu xhaleshanuhu. Dhe se Allahu është mëshirues, dhe se Allahu xhaleshanuhu nëse I mbështetesh atij, Allahu xhaleshanuhu jep zgjidhje për të gjitha problemet. Por këtë varet prej lidhjes tonë se e kema Allahu xhaleshanuhu. Këtë varet prej asaj. E jo të bosh prej atyre që kur jep vetëm ngusht, atëherë ti kthehesh Allahut. Jo. Allahu xhaleshanuhu ti kthehesh dhe mos e hupish shpresën edhe kur t'jesh në momentet më të rahatshme. Në momentet ku 100% I e se ma nuk mund të ndodhë diçka, edhe atëherë, do më thënë, të I ke shpresat e lidhura me Allahun fuqiplot. Pra, në një, të njoftohesh me fuqinë e Allahut xhaleshanuhu, të furnizohesh. Prandaj besimtari duhet lexoje. Duhet lexoje për Islam, për Allahu xhaleshanuhu. Akiden, besimin e tij duhet ta ketë të fortë tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe vazhdimisht të jetë për atyre që të ketë mendim të mirë për Allahun xhaleshanuhu.
sepse ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot, unë jam sipas asaj që më mendon robi im. Nëse mendon robi im se unë i jap zgjidhje, unë i jap zgjidhje. Nëse ai mendon se jo, s'ka gjabi këse. Atëherë, ai do më thonë, shkoje. Prandaj, ne duhet të ndjekim vendet ku tregohet për Allahun xhaleshanu. Prandaj duhet për çdo ditë apo për çdo javë të mendohesh mirë edhe të thirrësh çdo njërin në xhumë. Me siguri se ne kina plot njerëz që i njohëm, shok tanë të cilët në më thani kina të afër dhe me të cilët dalëm pejmë kafe, apo kina sera, ama nuk i thrasëm në xhami. Vetë vesh, ama shokun tënd, në më thani, e harrosh. Për me e shpëtu atë prej streseve të ndryshme, se për fat keq ju çudi, do më thonë ju i dini më të ri dhe më të reja ato më shumë strese. Edhe thot një gjendje, thot Hoxha, thot unë thot punoj jashta në Zvicër apo nuk e di ku, kitë kushtet i kom merr, ama thot si merr. Nuk jo merr, thot. Edhe a bën, thot, të më frensh, të më bësh një rukja, të më frensh, të lezush diqka, nuk jo merr, nuk ndehe merr, s'kom nevoj për materje, kur gjo, kreti kam. Vajzë ishte, bile e re, do më thonë, mund të thosh 18 veçare, 19, ku me dita i ka pas. Pse? Që ka munges? Mungesa e lidhjes me Allahu xhaleshanuhu. Kur ka munges të madhe të lidhjes me Allahu xhaleshanuhu, atëherë shejtani hilet e veta i lëshon, litarët e vet i lëshon, rjetin e vet e lëshon që ta dështoj njeriu. Të bëhet i dështum, po bile edhe deri në kufër të shkoje. Pra, të shoqërohena me njerëz të mirë, me njerëz të cilët do të na i kujtojnë Allahun xhaleshanuhu, atëherë me siguri se Allahu xhaleshanuhu, do të thonë, jep zgjidhje sepse ai bëhet për atyre që shumë më rëndësi ju e dini, këtë ne e dim, do të thonë, kitë varet si e ndjesh veten. Mund t'i e shumë keq për rreth, ama nëse e ndjesh veten shumë mirë, s'ka kur një problem. A mund t'i kesh kitë probleme o kolla. Ama nëse ndjehesh mirë, i jenë disponim, i kalon, i kalon, kretë ato problemet që janë teknike. Kalohen ato. Kalohen. E tash, ju e dini Allahu xhaleshanuhu në përmet të rrafimeve të pejgamberëve në ka dhonë mësime të ndryshme. Ja për shembull Jakubi a.s. se ka humbur shpresën se Allahu xhaleshanuhu do t'ja kthej fëmijën. Jusufi. Mbas 40 vjetëve, 40 vjetë, ku i thonë 40, një jetë, u thotë fëmijëve të vetë, u thotë, shkoni dhe interesoheni më është Jusufi dikund, la te i esu min rauhillah, mbas 40 vjetëve, mos i humbni shpresat nga Allahu xhaleshanuhu. Në më thonë, paramendoni. Ne duhet të ushtrojmë vetën tonë që mos i humbim shpresat. Abe nuk ushtrojmë, abe jo më lutë Allahit për një punë, 5 vjetë, 1 vjetë, 2 vjetë, ne si na pjateve 2 vjetë që lutën e ne. Ne ditë ditë, një javë për e i bëjmë, po se ne qëmë, më shumë se një javë. Ajo ka zonë dopsi. Ajo kalzon se ina dobet. Në më thëtë duhet mundohësh
ta qësh, sa ma shumë që e qonë, aq ma shumë Allahu xhaleshanu t'i ngren gradat në xhennet. Aq më shumë Allahu xhaleshanu do t'jape zgjidhjet që këse kujton. Besoni, ka raste që edhe ligjet, se për Allah në shumë nuk u kusha, ndrohan që të vëje puna, të më thonë ti të sosët puna. Të sosët puna të vëje. Ashtu të më thonë, ka se kujton, ka se mendon. Pra, lidhu me Allah në xhaleshanu, atëherë, ndihmën e ti vazhdimisht do të kesh dhe dhe ushtrojsh vetën tënde që mos kesh shkëputje nga rahmeti Allahu xhaleshanu. Dikush e ka ndonjë smundje, mos e pkut shpresën. Mos. Oni se është smundja e rëndë. E tregon për njënin se nuk du të zgjati tepër, një dietar thot, ama thot kanë konë qifte shumë muslimanat merë, nuk kanë pas fëmi, edhe shumë gjatë, me vitet të tëra. Ska. Edhe mjekët u kanë thonë, ska. Edhe këto, ja Rabbi, i lutën Allah, lutje të Allah, kur një ditë për ditëve, ama mas shumë viteve, i dhe mbark i grus. Ajo e ka harovat punë mo, ama lutë për herë. E ka haru se mund të më thanë fëmijë të kese, se ka nevoj. është lutë vazhdimisht. Thot ti e thët me barë. Si me barë? Po thot. Edhe në bas, kër i bën 9 muj, e bën një kontrol, i thot, ti thot, kje jo 2, jo 3, jo 4, 5 fëmijë. Edhe kjo në lajme ka qenë, do më thonë për Siri flas. Siri o konë, do më thonë, në gazeta ka dalë. Gazetë. Gruaja siriane lind 5 fëmijë. 5 fëmijë. Ja, Allahu xhaleshanu me një lindje, edhe i ka thonë doktore, ti tash, do më thonë, normal, duhet me operacion, do më thonë, ti nxjerrim ato, ama kitë saksalem. Kitë fëmijë, do më thonë, shëndoa, shëmërë, që ato lutjet. A shpresa me ligjet e jetës ka konë, në kretë se nuk ka fëmijë. Allahu xhaleshanu, në më thonë, kur donë të gëzoj njeriun, edhe dije se atë që e vendos Allahu, ajo është ma herë për ti. A që ajo ma herë për ti është. Edhe prandaj bindur këtë, atërë të kjesh ndihmën Allahu xhaleshanu vazhdimisht. Vetëm shpejtësi, në ndithët që mos kesh stres nga tresa, thët, liro vetën tënde, mos e lidh zemrën tënde me ligjet natyrore. Kështu ta lidhish 100% edhe vetëm këto, nëse këto nuk ekzistojnë, nuk bëhen gjë. Po çka lidhe me krijuesin e atyre ligjeve. Me krijuesin, me Allahun xhaleshanu lidhe. Tamam. Ne si respekt ndaj ligjeve, se Allahu xhaleshanu neve na ka urdhëruar që ligjet ti respektojmë natyrore. Se ai ka venduar ato ligje. Ne i zbatojmë ato si respekt ndaj urdhit të Allahu xhaleshanu. Por zemrat tona duhet të jenë të lidhura për krijuesin e atyre ligjeve. Për atë i cili i ka kriju ato ligje dhe i cili i udhëheq me ato ligje. Pra, kur do të jena kështu, atëherë do të thonë do të jena të lumtur, edhe nuk do të kena stres. Pastaj thot, durim duhet të ushtrojmë durimin. Durimin duhet të ushtrojmë. Sepse çdo kush që ka arrit diçka, atë e ka arritur me durim. Me mund. Pa mund nuk arrihet asgjë.
e shoh për shembull dikush o bo specialist shumë i madh, shumë do të thonë dietar i madh, specialist i madh, pëjtat, si e ka arritat? Dhe më thonë, me durim, me mund. Pra, që të jemi të tilla dhe ne, duhet dhe më thonë, edhe këtë tretën që është durimin të ushtrim. Sa më tepër, ela in ahsan al-kalam wa ablagha an-nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-hamid.